Predikimi i kryqit. 1 Korintasve 15:3. Më lejoni t'ju ftoj që t'i hapni Biblat te letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 15. Është privilegj jashtëzakonshëm që jam pjesë e këtyre takimeve. Jam mes një shoqërie të çmuar dhe gëzohem në përbashkësinë që kam me këtë grup burrash dhe grash. Dhe për këtë jam shumë mirënjohës. Nëse do të tregohesha vërtet i sinqert, mund të kisha parapëlqyer që të mos isha i pari për të folur këtu. Por nuk ma dhan mundësinë për të zgjedhur. Prandaj, ja ku jemi. Letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 15. Dëshiroj që t'i kushtojmë vëmendje vargjeve 3 deri 5. Sepse unë ju kam transmetuar para së gjithash atë që edhe mora, se Krishti vdiq për mëkatet tona, sipas shkrimeve, dhe se u varros dhe se u ringjall të tretën ditë, sipas shkrimeve, dhe se u shfaq Kefës, pastaj të 12-tëve. Në një prej librave klasik të shekullit të 20, Vdekja e Krishtit, The Death of Christ, teologu skocez James Denney shkruan dhe thot: në një farë kuptimi, vdekja e Jezusit është qendra dhe përmbushja e veprës së tij. Për shkak të saj, jeta e tij e ringjallur është shpresa që realisht është për njerëzit mëkatar. Prandaj, nuk ka pse të justifikohemi. Nëse dikush mendon se asaj nuk i është dhënë vendi i duhur në predikim dhe në përpjekje teologjike për ta nxjerrë në pah sa më thjesht vendin dhe kuptimin e saj në Dhjetën e Re. Jam i gëzuar që ai shkroi kështu këto fjalë për disa arsye. Së pari, sepse është përgjegjësia ime për të treguar vendin e kryqit në shpalosjen e tregimit biblik. Në bërjen e kësaj që më është kërkuar ka një sfidë unike, sidomos kur je i pari, sepse ka shumë mundësi që të ndërhysh në çdo mesazh tjetër që do të jepet gjatë ditëve në vazhdim. Në fakt, është me të vërtetë e vështirë të sigurohesh që të mos e bësh këtë. Prandaj do t'ju duhet të jeni gjykatësit për faktin se sa mirë do t'ja dalë. Por të paktën dua që ta dini se do të ketë disa raste kur do të keni një ndjesi të dallueshme se mendimi që kam ngritur është i paplot. Që do të ketë një pauzë të gjatë dhe me pritshmëri, e cila do të zgjas deri nesër në mëngjes. Kjo është me qëllim, sepse nuk më është kërkuar që ta trajtoj të rësinë e kësaj teme, por të flas vetëm për këtë dimension qendror. Plani im është që, sikurse në diagramin e venit, nëse ju kujtohet nga koha në shkollë, ajo që kemi këtu nuk është aq shumë një sër rrathësh me qendër të përbashkët, por një grup rrathësh të ndërlidhur njëri me tjetrin dhe të gjithë kanë lidhje me kryqin e Zotit Jezu Krisht. Prandaj do të ketë gjëra të cilat do t'i trajtoj kalimthi dhe që do t'ju lënë me ndjesinë se nuk janë trajtuar plotësisht. Kjo është e qëllimshme. Si do ta trajtoj këtë gjë? E po, më lejoni t'ju tregoj se ku po shkoj dhe do të jeni në gjendje për të parë nëse po arrim atje apo jo. Vendosa që të bëjmë 3 pyetje të drejtpërdrejta për temën tonë. Pyetja e parë: pse është e nevojshme që ta trajtojmë çështjen e vendit qendror të kryqit? Pyetja e dytë: cili është theksimi i qartë dhe i dukshëm i kësaj çështjeje nga shkrimi? Dhe pyetja e tretë, së cilës ndoshta do t'i kushtojmë fare pak kohë, është: si duhet të jetojmë, pra, në dritën e vendit qendror të kryqit? Sfidat ndaj vendit qendror të kryqit. Së pari pra, pse është e nevojshme që ta trajtojmë çështjen e vendit qendror të kryqit? A nuk mundemi që thjesht ta marrim për të mirëqenë vendin e tij qendror dhe të kalojmë shpejt te çështja e kuptimit të tij? Fatkeqësisht, kësaj pyetje duhet i përgjigjemi prerë, duke thënë jo. Kur Denney shkroi diku te 95 vjet më parë, ai po trajtonte çështjen e kryqit dhe po identifikonte faktin që atëherë nuk po i jepej vendi që i takonte në predikim dhe në teologji. Shumë të dashur, nëse kjo gjë ishte e vërtet në Skocinë e vitit 1902, sigurisht që është e vërtet edhe sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pse mund ta themi këtë? E po, ne mund të kalojmë një kohë të gjatë duke dhënë arsye të ndryshme, dhe çdo përpjekje për të dhënë një përgjigje bindëse nuk ka se si të mos jetë përzgjedhëse, por nuk mund të jetë shtruese. Pse përballemi me një betejë të tillë që kryqi të zër vendin qendror në mendjet e njerëzve, në predikimin e predikuesve dhe në shprehjet e besnikëve? E po, një nga arsyet ka të bëjë me refuzimin e kryqit nga fetë e tjera. Në shoqërinë pluraliste dhe sinkretiste në të cilën jetojmë, krishterimi qëndroni vetëm në shumë fronte, dhe sidomos kur bëhet fjalë për kryqin. Në kohën tonë, ndërsa njerëz të ndryshëm sugjerojnë se ndoshta kemi qenë paksa më të guximshëm dhe më këmbëngulës në disa çështje dhe se mund të ishim treguar më të dashur me fetë e tjera, po t'i lëmonim disa nga cepat e mprehtë, ja vlen të vëmë në dukje se fetë e tjera janë teje të qarta, edhe nëse disa brenda krishterimit kanë prirjen për të qenë të mjegullt nga ana teologjike. Sërish, këtë mund ta trajtojmë vetëm shkurtimisht. Për shembull,
Feja islame e hedh poshtë me forcë idenë e një shpëtimtari që mbart mëkatin. Sipas Kuranit, çdo burr ose grua do të korrë frytin e veprave të tij ose të saj. Prandaj nuk ka nevojë për një kryq. Dhe për këtë arsye, në mendjen e muslimanit, është krejtësisht e pavend që një profet i madh i Perëndis, pasi kështu e konsiderojnë ata Krishtin, të përjetonte një fund të tillë kaq poshtërues. Ja pse është mundësi e mrekullueshme të flasësh me muslimanët në lidhje me natyrën e kryqit, sepse simboli i tyre është peshorja, dhe ata nuk kanë një përgjigje për ndjesinë e thellë të fajit dhe denigrimit, e cila është pjesë e qenësishme e përjetimit të tyre. Ajo që është e vërtet për fenë islame, është e vërtet edhe për mendësinë hinduiste. Ajo e pranon faktin historik të vdekjes së Krishtit, por e mohon kryekëput që ajo të ketë ndonjë domethënie shpëtuese. Gandhi, i cili ishte realisht themeluesi i Indisë moderne, ishte tërhequr pas krishterimit, ndërkohë që praktikonte jurisprudencën në Afrikën e Jugut. Në fakt, po ta lexoni biografinë e tij, do të zbuloni se në jetën e tij pati një periudhë të gjatë kohe kur ai u tërhoq drejt një shqyrtimi mjaft të përkushtuar dhe të vazhdueshëm të çështjes së krishterimit. Por ja se cili ishte përfundimi i tij. Mund ta pranoj një Jezus si një martir, si mishërimin e një sakrifice dhe si një mësues hynor, por jo si njeriu më të përsosur që ka lindur ndonjëherë. Vdekja e tij në kryq ishte një shembull madhështor për botën, por zemra ime nuk mund ta pranoj dot që në atë vdekje të kishte ndonjë virtyt të mistershëm ose të mrekullueshëm. Pra, me fjalë të tjera, Gandhi thot, jam në gjendje që të ndaloj dhe të prekem në një farmase në lidhje me ato që po ndodh atje. Por, për sa i përket idejes që ajo mund të jetë një vdekje përfaqësuese ose shlyese, këtë mendja dhe zemra ime nuk mund ta pranojnë. Ai thot, nuk mund ta pranojnë, por në fakt, duhej të kishte thënë, nuk duan ta pranojnë. Ai i tha këto fjalë në vitin 1894. Çfarë mund të themi për mendësinë moderne, për botkuptimin e njeriut që e lë Perëndin në periferi të gjërave? Profesor Sir Alfred Ayery, i Universitetit të Oxfordit, e shprehu mjaft mirë këtë gjë kur tha: "Në mendjen time, krishterimi është feja më e keqe nga të gjitha, pasi ajo mbështetet mbi doktrinat e lidhura ngushtë të mëkatit fillestar dhe të shlyerjes përfaqësuese, të cilat janë të neveritshme për intelektin dhe të urryera për moralin." Ja ku jemi një të premte mbrëma, në një prej qyteteve të mëdha të botës. Ndërsa përpiqemi të pohojmë vendin qendror të kryqit, këtë gjë e bëjmë në mjedisin e një botkuptimi të tillë. Së dyti, kjo është një sfidë nga që studiuesit liberal e kanë lënë mënjan kryqin. Sërish, ky është një territor i njohur, ndaj nuk do të kalojmë shumë kohë me këtë. Shumica prej nesh e njohin këtë sfond. Idetë bashkëkohore të cilave po u referohen janë të tilla, si për shembull, Jezusi ishte mësuesi i madh i etikës, që thelbi i krishterimit duhet të gjendet te predikimi në mal, ose që elementet thelbësore të krishterimit kanë të bëjnë me teologjinë liberale, që te Krishti ne gjejmë një çlirimtar, por kurse një shpëtimtar. Në atë lloj mësimi që nuk arrin ta përcaktojë mishërimin me anë të marrëdhënies së tij me shlyerjen, por flet për mishërimin e Krishtit vetëm me një lloj teologjie që fillon dhe mbaron me paqe mbi tokë dhe me dashuri vëllazërore, e cila nuk i lë absolutisht asnjë vend, për të mos folur fare për vendin qendror, faktit që Krishti vdiq për mëkatet tona. Shumë djenjë të rinj, të cilët po i hyjnë studimit dhe zbulimit të teologjisë në këtë kohë, zbulojnë që pasi kanë dalë nga një sfond në të cilin janë bindur për të vërtetën qendrore të kryqit dhe prej saj, ata nuk po bombardohen vetëm nga pluralizmi i botkuptimeve që janë rreth tyre, por edhe nga liberalizimi dhe lënia mënjan e të vërtetave thelbësore të Ungjillit. Në një farë kuptimi, kjo nuk është as pak e habitshme. Bëj mirë të mos kalojmë shumë kohë me këtë. Prandaj, më lejoni të kaloj pak më shumë kohë me atë që është dimensioni më tragjik i gjithë kësaj. Përshtjellimi që ekziston në ungjillorizmin modern në lidhje me këtë çështje. Nuk jemi të habitur nga natyra urryese e feve të botës. Jemi mësuar me faktin që elementet thelbësore të teologjisë lihen mënjan nga ata që e mohojnë vërtetësinë dhe mjaftueshmërinë e shkrimit. Mirë po ajo për të cilën nuk jemi gati dhe në shumë raste nuk jemi të vetëdijshëm, është fakti që në skemën e krishterimit konservator ne duhet të luftojmë ende për vendin qendror të kryqit. Më lejoni t'ju shpjegoj se çfarë dua të them. Ju jeni njerëz të pjekur. Duhet ta gjykoni vetë nëse vëzhgimi im është i saktë. Me fjalë të tjera, është e mundur, nuk dua të them se ka shumë gjasa, thjesht dua të them se është e mundur që të jesh në një kishë ungjillore dhe të mos dëgjosh të predikohet për kryqin.
Tani, me këto nuk dua të them se nuk shohim zonja që mbajnë një kryq të vogël rreth qafës, apo që nuk e shohim kryqin të stampuar dhe të gdhendur në kapakët e biblave ose në çantat e tyre. Këto janë gjëra të vogla dhe të çuditshme, të cilat njerëzit i mbajnë me vete. Me qëra fjala, nëse do ta kisha mbajtur Biblën time në njën nga ato çanta, nuk do të kisha pasur mundësi për t'ju rekomanduar disa njerëzve krejt të panjohur, një kishë të mirë këtu në Chicago, ku të shkonin javën e ardhshme. Ishte pikërisht fakti që ata mund ta shihnin se kjo ishte një Bibël që mund t'i ftoja. Dasht Perëndia që disa prej nesh t'i mbajnë Biblat me më tepër guxim. Por ky ishte thjesht një koment shtesë. Ndoshta nuk duhet ta kisha thënë, por tani e thash. Po, nuk po sugjeroj që kur nuk dëgjojmë të predikohet për kryqin, nuk dëgjojmë as që t'i referohen. Mirë po të dëgjosh që njerëzit i referohen kryqit, nuk është e njëjta gjë si të dëgjosh që të predikohet për të. Tani kam një mundësi të dytë për këtë gjë. Prandaj, pjesën më të madhe të mesazhit do ta lë për herën tjetër dhe do të përpiqem të përkufizoj se çfarë dua të them me të dëgjosh që të predikohet për kryqin. Përsëritja e klisheve të mbushura me fjalë të famshme ungjillore dhe shqiptimi i sloganeve ungjillore nuk mund të barazohet me vendosjen e kryqit në atë vend ku e vendos shkrimi, domethënë në qendër të jetës, doktrinës, adhurimit, shërbesës, ungjillëzimit dhe praktikës. Theksimi qendror i kryqit shpall domosdoshmërinë e tij, themelon kuptimin e tij, domethënë që kryqi ka natyrë zëvendësuese, që është pajtues, që është i efektshëm e tjerë. Dhe këto jepen në mesazhet në vazhdim. Kjo është ndalesë plot domethënie, dhe kur përpiqet të bëjë këtë gjë, nuk i qëndron larg skandalit të tij. Kur e përkufizojmë sërish thelbin e hallit njerëzor, dhe shumë të dashur, këtë jemi duke bërë, pra kur e përkufizojmë sërish thelbin e hallit njerëzor në lidhje me mungesën e vlerësimit për veten, e thënë kjo me terma të psikologjisë moderne, atëherë, pashmangshmërisht, do të shohim se njerëzve do t'u ofrohet një këshilltar në vend që t'i sjellim ata te kryqi. Ata do të prezantohen me një fiziolog në vend që të ballafaqohen me një shpëtimtar. Kur betejë ripërkufizohet në terma politik dhe kjo bëhet qendrore, atëherë ajo që Bibla thotë se është qendrore bëhet pashmangshmërisht periferike. Nëse ungjillorizmi ka qenë mirë në një pikë këto 50 vitet e fundit, sigurisht që ka qenë mirë në këtë gjë. Domethënë, e ka marrë atë që është qendrore dhe e ka bërë periferike. Dhe kështu ka lejuar që ajo e cila është periferike të zërë vendin qendror. Këto mund ta diskutojmë gjëre gjatë dhe të japim shumë ilustrime. Banalizimi i kryqit mes nesh që duhet i dim gjërat më mirë, dallohet në shumë mënyra të ndryshme. Për shembull, a kemi qenë në ndonjë takim adhurimi ku dikush mbajti një fjalim, i cili në thelb është planifikuar për të folur nevojave që ndjejnë burrat dhe gratë e pranishme, i cili ka qenë një lloj turlie mes teorisë për të ndihmuar veten dhe klisheve mirëdashëse, i cili u ka dhënë njerëzve mundësinë për të përmbushur ëndrat e tyre, për të ballafaquar me aspiratat e tyre dhe për të zhvilluar ndjenjat e tyre, dhe pastaj, ndoshta nga ndjesia e ndërgjegjes, dhe atëherë kur askush nuk e pret, pretikuesi shton një përmbyllje të shkurtër në fund. Është diçka e tillë. Nëse ndonjë prej jush që jeni këtu sonte nuk e ka konsideruar kurrë kryqin e Jezu Krishtit, mund të ketë dëshirën t'i hedhë një sy. Kjo nuk ka fare lidhje me ato që janë thënë më parë. Kjo thuhet në mënyrën më pa lidhje dhe për të ardhur keq. Nëse flet me atë person, ndoshta do të thotë se beson që kryqi ka vend qendror. Atëherë, nëse e beson, ai duhet ta bëjë qendror në predikimin e tij. Pse është e nevojshme që ta qartësojmë këtë që në fillim? Për shkak të sfidës me të cilën përballemi në kulturën tonë bashkëkohore. Brenda kontekstit të atyre që e përqafojnë krishterimin në qarqet liberale dhe periferike. Por ndoshta më sfiduesja nga të gjitha është që në disa prej bashkësive tona krenare dhe të vetkënaqura, ku për aq kohë sa i dëgjojmë frazat e duhura të thuhen vazhdimisht, ha mendosojmë që në fakt jemi në shtegun e duhur dhe që kryqi është qendror në gjithçka që po bëjmë. Kuptoni diçka? Kryqi e ballafaqon mëkatin dhe e përul krenarin. Si mundeni atëherë që t'i predikoni një bashkësie dhe t'u thoni vazhdimisht njerëzve që ata janë një grup shumë i mrekullueshëm? Dhe ne duam që të largoheni sa më të lumtur që të mundeni. Perëndia nuk dëshiron që të largoheni të zgënjyer ose të mërzitur. Në verë, isha në një takim adhurimi në Kaliforninë e Jugut dhe gjatë atij takimi, i cili më ngjante me një shfaqje humoristike që kishte një shije teologjike, pastori, një burr i dashur, u çua në fund dhe na siguroi të gjithëve ne se Perëndia nuk donte që ndonjëri prej nesh të largohej me ndonjë ndjenjë tjetër përveç se thjesht me një ndjesi fantastike. E po, ne e kemi shumë të vështirë për t'i sjellë burrat dhe gratë bashkohore te këmbët e kryqit të Jezu Krishtit dhe t'u themi atyre që reagimi më i qartë duhet të jetë marrja e çelësave të makinës dhe largimi duke u ndier në mënyrë fantastike. Ne themi paqe, paqe, kur nuk ka paqe,
dhe përpiqemi ta shërojmë shkele shkos sëmundjen e popullit ton. Dhe gjatë gjithë kohës besojmë se kryqi është qendror në predikimin dhe teologjinë tonë.